Klea Huta është pjesëtarja më e re e këngës magjike në bashkëpunim me Alar Band. Duket qartë se kjo vajzë ka shumë talente. Me siguri kjo këngë do të jetë sukses jo vetëm sepse është shumë ritmike, por edhe Klea ka dhënë kontributin e saj. Capital T është bërë gati për raundin e parë të boksit. Ai ka vendosur doreza dhe ripin e kampionit dhe është gati për të rrahur ndonjë. Nuk dim se cili apo cila do të jetë viktima, por shpresojmë që Kapitali të fitojë. Ines Gjoni ka pozuar për fotografin Sonic Elson dhe është e habitshme se si kjo vajzë duket gjithnjë në super form. Një bravo e madhe për Inisin dhe sigurisht fotografin. Robert Aliaj ka performuar në skenë së bashku me vokulueshën e tij Gala Aliaj. Kjo bukuroshe është shumë e talentuar dhe nuk është ndonjë habi e madhe, pasi me këtë baba nuk mund të ndodhte ndryshe.